Mirëdita, më duhet ta filloj këtë fjalë për të informuar shqiptarët se nga ky moment e tutje, ajo që deri dje është njohur si skapi i partisë, do të quhet tani e tutje Qendra Kombëtare e Shpifjes dhe Dezinformimit. Ky institucion lëshoi dje mbasdite dhe natën, gjithë natën, në Tiranë se ka pre mandat në arrestit të Tom Doshit dhe se në mëngjes lajmet, po nga këto burime aty afër, vidhin se Toma është arratisur. Tani, imagjinoni ju se si bëjnë hetimet këta. Imagjinoni ju teknikat e tyre të hetimit. Ndaj dhe i ftoj shqiptarët që sa herë të dëgjojnë fjalën SPAK të kujtojnë lidhshëm me të Qendra Kombëtare e Shpifjeve dhe mashtrimeve. Kaq sqarimin. Toma nuk është arratisur, as ka apo s'ka mandat arresti, as gjë prej gjëje, po ky është një gënjeshtër e tmerrshme që është hapur nga Qendra Kombëtare e Shpifjeve. Të nderuar deputet, një skandal i përmasave shumë të mëdha, të pa qarta akoma për nivelin e tyre, ka shpërthyer këtë javë dhe ky është skandali i aeroportit të Vlorës.